Po këta sillen si pushtues. Këta kanë krijuar një grup, një klasë të degeneruarish. Njerëz si Shushunja që vjedhin nga mjezindar dhe që nuk pyesin për qytetarët më. A keni pa njeriu të vendoset para ligjit për pompat e vjedhura, për motorët e vjedhur, për kanalet e zëra, për ndërtimet mbi kanalin? Asnjëri. U shkojmë me tutje. Ra tërmeti këtu. Pamje shumë të rënda. Si sot kujtoj një vilë të bukur, 3 katësh. Pronarët e saj ishin në Greqi. Kishin punuar në Greqi. Kishin marrë projektin dhe ndërtuar këtu. Vila u shem sikur t'ishte Vil Tallashi. Edhe ai thoshte, unë thoshte, kam me atë beton, do thënë, ishte hedhur beton dhe të gjitha një lloj si ndërtimeve që bëjnë Greqi. Po problemi është se betoni i gjushit është beton Tallashi, betoni i mafjes. Unë shem vila sikur t'ishte prej kartoni. Dhe e qartë fare që betoni s'ishte beton. A ndëgjuat ju që si përmarrësi si betonit të përgjigjet? Asnjë. Po pse? Se është i mafjes shtetërore. Është i mafjes shtetërore. I keni pa vetë rrugët, me që jemi po të betonit rrim pak këtu. Si kur në njëherë, e pa imagjinueshme, të gjitha rrugët e ndërtuara gjatë këtyre viteve, pa përjashtim u shemen si me qenë karton. Keni dëgjuar ju njeri të vihet para ligjit? Askush, po e di pse. Sepse ata të cilët kanë ndërtuar ato rrugë, kanë nda paret me qeveritarët. Dhe me që jam këtu, do të tregoj një gjë të vogël. Në vitin 2004, Koçokok Dhima, që unë e sulmoja se i ndërton të rrugë me faqen zezë në Tiranë, më vjen një ditë, thot Sali, thot, e ke drejt ti, thot. Po të tregoj unë ty, thot. Qa po më tregoni, them Koço? Kur këta marrin mua 20-30% gjobë, unë s'ndërtoj do të rrugë, thot. Unë pastaj bëj sikur ndërtoj, thot. Eksakte, që ai kishte rrugica të Tiranës, nuk ishin rrugë këto, kurse këtyre, këta u marrin 50%, ndaj dhe të gjitha rrugë, një nga një. U shemben dhe asë kur s'ka përgjegjësi. Jo, na i shembi natyra. Dha lejen për të kryer shtratin e Shkumbinit dhe për të hedhë në lumë rrugën e cila është të paktën 70-80 vjeçare. Ja kryer lumin. Edhe rruga dhe e kuudha të gjitha u shemben. është shem në tuneli, e fshen tunelin, e fshemur. Ka kush përgjegjësi? Asnjë përgjegjësi. Pse po e them këtë? Ja, ka shumë rëndësi. Për të kuptuar ju se çfarë është krijuar, çfarë armiku kemi ne përballë. Sa të rrezikshëm, sa të pamëshirë, sa të likë. Një lloj përzierje, mafje shtetërore e zyrtarëve me mafios të tjerë, të cilët rëndojnë, rëndojnë, mbi shpatullat, mbi shpirtin
mbi trupin ton, të cilat largojnë çdo ditë nga Shqipëria shqiptar, të cilët varfrojnë çdo ditë shqiptar, të cilët sillen absolutisht si pushtuesit më të këqij që mund të ketë njohur Shqipëria. Po, edhe pushtuesit, se e marrim, edhe ata kanë atë pushtetin e tyre, e bazonin disa ligje, kishte disa konventa ndërkombëtare, ka disa rregulla që i bazonin. Sigurisht shfrytëzonin pasuritë, kurse këta shfrytëzojnë të gjithë pasuritë, të gjithë buxhetin, shfrytëzojnë pasuritë publike, le të marrin portin. Të dashur miq, porti i Durrësit është pasuria më e madhe publike e shqiptarëve. Porti është pasuri publike më e madhe se Kaskada e Drinit, e cila dhe ajo është një pasuri shumë e madhe publike, po porti më shumë. Porti i Durrësit në vlerën e tij, me të gjithë operacionet, me të gjithë ndikimin që ka në të gjitha, është pasuria numër 1 publike. I vuri syrin e Ciklopit, edhe do ndërtoj aty Dubajin e 1000 për veten e tij. Nuk ndodh ndonjëherë. Nuk ndodh kur. 3000 vjeçar është Durrësi, po Durrësin e ka bërë porti. Durrësi është vendosur këtu, ka lind këtu se është porti. Dhe tani për të pasuruar vetë, për ndërtuar Dubajin e tij 1000 netëve, heq portin e çon, atje do jetë, që ta dini ju, një port një 5 herë më i vogël se ky, dhe s'ka sipërfaqe. Atje do i kushtoj shqiptarëve 1 miliard euro nga taksat tuaja, dhe ky me Frank Çopjen, me Elvis Doçin, me Suel Çelen, do të ndërtojnë parajsën e tyre në Dubajin që thot ky, se ai Alabari, ai investon asnjë të 30-ën e parave që ka nevojë. Nuk ka vjedhje si këto. Miqtë e mi, unë kam shumë besim se në këtë moment kritik, sa asnjëherë tjetër, ja u them këtu, ja u them vllazërisht, jemi në momentin më kritik që kemi qenë ndonjëherë. Pse?